Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim me paqen dhe bekimin e Krishtit dhe me dashurinë amnore të Zojës sonë Virgjës Mari. Në këtë emision, ju ftojmë të ndalemi të një nga lutjet më të dashura, më të lashta dhe më të thella të Kishës Katolike, Litanit e së Lumës Virgjër Mari, e njohur gjerësisht si Litanit e Loretos. Një lutje që shumë prej nesh e lusin shpesh, ndoshta në fund të ruzarës, ndoshta në muajin maj apo tetor, por që rrallëherë kemi pasur mundësinë ta soditim në thellësinë e saj historike dhe teologjike. Litanit e Loretos nuk janë thjesht një varg thirrjesh të përsëritura, ato janë një udhtim shpirtëror, një portret i gjallë i Marisë, ku çdo titull zbulon një virtyt, një mision dhe një dhurat që hyja ka besuar nënës së birit të tij. Çdo lutu për ne është një akt besimi, përvojtrie dhe shpresë. Ky emision do të shërbejë si hyrje dhe historik i shkurtër për të kuptuar se si lindi kjo litani, si u përhap në kishë dhe pse ajo mbetet edhe sot një lutje kaq e dashur dhe aktuale për besimtarët. Ndërsa në emisionet në vazhdim, çdo javë do të ndalemi veç e veç në secilën litani për ta shpjeguar dhe për ta jetuar më thellë përmes meditimit dhe lutjes. Ju ftojmë që këtë emision ta dëgjoni me zemër të hapur, duke e lejuar Zojën e bekuar të na udhëheqë gjithmonë drejt birit të saj, Jezu Krishtit. Litanit e plota të Loretos, historia, kuptimi dhe lutja. Prej shekujsh, besimtarët katolikë janë drejtuar litanisë së Loretos si një praktikë shpirtërore të jetë thellë. Ajo nuk është thjesht një varg thirrjesh për të lutur, por një udhtim mistik në shpirtin e së Lumës Virgjës Mari, që na fton të soditim hiret e panumërta që hyi i adhuroja saj. Nëse ndonjëherë të është dukur se lutja e këtyre litanive ishte e nxituar ose e thatë, atëherë ke humbur një thesar të pasur bukurie teologjike. Litanit janë një formë lutje thellësisht soditse, ku çdo titull shërben si një dritare shpirtërore, duke e përqendruar zemrën tonë te përsosmëria e Marisë dhe të ndërmjetësimi i saj i fuqishëm. Çfarë janë litanit e Loretos? Një histori e shkurtër. E njohur zyrtarisht si litania e së Lumës Virgjës Mari, ajo mori emrin popullor nga shentrorja e nderuar Mariane e Loretos në Itali. Le të kthehemi në shekullin e 16. Shtektarë që udhtonin drejt shtëpisë së shenjtë, e nderuar si banesa e familjes së shenjtë, zhvilluan këtë lutje ritmike dhe të thellë shpirtërore. Ajo u dëshmua shpejt si një përshpirtri me fuqi të madhe, aqsa në vitin 1587 Papa Siksti V e miratoi zyrtarisht për përdorim universal në kishë. Kjo përshpirtri u bë portreti shpirtëror më përmbledhës i Marisë, një katalog i hireve të saj, ku çdo titull vepron si një shigje teologjike, që drejton vështrimin ton drejt dhuratave të veçanta që hyi ja ka dhënë asaj. Para se litania të thërasë qofte edhe një titull të vetëm për Virgjën Mari, ajo fillon me një pjesë hyrëse thelbësore të përqendruar te Trinia e Shenjtë, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Kjo hyrje është vendimtare, sepse na kujton se Maria nuk është burimi i hirit, por marrësja më e madhe dhe ndërmjetësuese e tij. Ajo shërben si një bosht i domosdoshëm teologjik. Lutja e lashtë kyrje e lejson, o Zot ki mëshirë, vendos qëndrimin e përvojtrisë,
duke na kujtuar se vetëm hyi është burimi i hirit. Ky përqendrim fillestar siguron që gjithë kjo përshpirtri të mbetet kristocentrike, pasi ndërmjetësimi i Marisë është gjithmonë i drejtuar ka biri i saj Jezu Krishti. Vetëm pasi ta kemi pranuar nevojën tonë për mëshirën hynore, i drejtohemi ndihmës së Nënës. Shën Maria, lutu për ne. Soditja mbi virtytet e Marisë. Më pas, litania nis lavdërimin e saj gjithëpërfshirës, duke i renditur titujt e Marisë në lëvizje shpirtërore, të cilat ofrojnë një terren të pasur për soditje. Ato na ftojnë të meditojmë mbi jetën e saj të brendshme, mbi domethënien alegorike të nxjerrë nga Shkrimi i Shenjtë, si edhe mbi dëmshurinë e saj të pakufishme ndaj nesh. Litanit e Loretos tradicionalisht kurorëzojnë me lutjen e Ruzarës së Shenjtë. Përsëritja e ruazave i përgatit zemrën, ndërsa litanit e zgjerojnë përqendrimin, duke i mbledhur të gjitha misteret në një akt përfundimtar të gjithëpërfshirës lavdërimi. Ta mbash Ruzarën në dorë do të thotë ta bësh lutjen të prekshme dhe konkrete. Ajo shërben si një spirancë për mendjen, duke i lejuar shpirtit të hyjë në përmasën më të thellë soditëse të lutjes. Historiku. Litanit e Loretos nuk janë thjesht një lutje e veçantë, forma e litanisë ashtu siç e njohim sot, ka rënë në një sistem të tërë lutjesh dhe mënyrash për të nderuar hyjin, shenjtorët e tij dhe në mënyrë të veçantë Zojën tonë. Ajo është një lutje e popullit, më shumë e rrugëve se sa e shenjtorëve. Në thelb është një lutje procesionale. Forma e lutjes së litanive mund të gjurmohet që në kohët e beslidhjes së vjetër. Psalmi 136 është një shembull i tillë, me refrenin sepse dashuria e tij është e amshuar, që përsëritet pas çdo vargu. Edhe në ditët tona, nëse e mendojmë për procesionet në Lurd dhe për himnin e Lurdit, me strofat e tij të shkurtra dhe refrenin e vazhdueshëm, Ave, Ave, Ave Maria, kemi një pasqyrë të qartë të kësaj forme lutjeje. Litania është në thelb një formë thjesht lutjeje të zgjatur, në të cilën çdo besimtar mund të marrë pjesë në mënyrë aktive. Romakët e lashtë i donin shumë procesionet dhe në fund të shekullit të 4, ndërsa paganizmi po i linte vendin krishtërimit në perandorinë romake, edhe procesionet morën një karakter të krishtër, bashkë me to edhe litanit. Me kalimin e shekujve u zhvilluan shumë lloje litanish. Shtektimet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një pjesë thelbësore dhe shumë e dashur e jetës katolike. Me shtektimin lidhet procesioni dhe bashkë me procesionet u zhvilluan edhe litanit. Litanit në nder të Zojës sonë, gjatë shekujve të 14 deri në shekullin e 16, u bën veçanërisht të shumta. Shpesh herë çdo krahin zhvillonte litaninë e vet. Shën Piu i Pestë ndërmori një rishikim të lutjeve zyrtare të kishës dhe në mars të vitit 1571 botoi dhe urdhëroi shtypjen e një zyrë të re të së lumës Virgjës Mari, duke ndalur përhapjen e zyrave kuazi liturgjike, çka përfshinte edhe shumë prej litanive. Megjithatë, litanitë e Loretos mbijetuan. Në mesjetën e vonë relativisht paqësore dhe të begat, shtektimet në distanca më të gjata u bën të mundshme dhe të përhapura. Loreto, një qytet i vogël në veri të Italisë, kishte shtëpinë e shenjtë. Sipas traditës, në vitin 1294, engjëjt e sollën në Loreto shtëpinë e vogël të Nazaretit, që kishte qenë banesa e familjes së shenjtë. Meqense se nuk ishte e mundur të shkohej në shtektim në Nazaret, besimtarët shkonin në shtëpinë e vogël në Loreto, sot e përfshirë brenda një bazilike. Shtektarët e pëlqyen dhe mësuan formën e litanisë së Zojës që përdorej aty dhe morën kopje të saj
në shtëpitë e tyre në mbar Evropën. Murgjit e Loretos ishin në hap me zhvillime teknike dhe që në fillim të viteve 1500, shtektarët po merrnin me vete kopje të shtypura. Shtypja e tekstit bëri që ai të ishte i qëndrueshëm dhe kështu filloi të përhapej një version i njësuar i litanisë së Loretos. Kur Shën Piu i 5 ndaloi litanit, murgjit e shenjtërorës së Loretos të mësuar të lutnin litanit çdo të shtunë, e rishikuan atë, hartuan një version të ri më biblik, e vunë në muzikë dhe ja paraqitën Romës për miratim. Madje e vlerësonin aq shumë sa kërkuan që të këndohej edhe në bazilikën e Shënpjetrit. Kjo kërkoi pa kohë. Populli i kishte dashur gjithmonë litanit dhe ato vazhduan të mbeteshin të përhapura. Brenda pak vitesh, çështja e litanive u rishqyrtua. Përfundimisht, Papa tashmë Sixti V, i cili kishte pasur gjithmonë një përkushtim të veçantë ndaj shenjtrores së Loretos, miratoi përdorimin publik të këtyre litanive. Për një kohë të shkurtër, u përdorën si versioni tradicional, ashtu edhe ai i rishikuar biblik, por më vonë, ky i fundit doli nga përdorimi dhe ajo që kemi sot është versioni tradicional. Në vitin 1601, Papa Klementi VIII dekretoi se disa litani, ato që gjendeshin në librat liturgjik dhe litania e Loretos, mund të përdoreshin në adhurimin publik. Botimi i litanive të reja, pa autorizim të posaçëm, u ndalua rreptësisht, po ashtu edhe shtimi i titujve të rinj pa miratim papnor. Në shumë nga litanitë e hershme, titujt kushtuar Zojës son ishin shpesh shumë të zgjeruar. Në kohën kur litanitë e Loretos u përhapën, titujt u thjeshtuan dhe morën rendin që njohim sot. Ata që e përshëndesin si nën, ata që e përshëndesin si virgjër e kështu me radhë. Kjo e bën më të lehtë për të mbajtur mend dhe ka të ngjarë të ketë ndihmuar në përhapjen e saj. Jo të gjithë titujt e njohur të Marisë janë të përfshirë. Për shembull, nëna e dashurisë së bukur dhe shërbëtorja e Zotit nuk gjendet në të. Megjithatë, si shumë lutje të tjera të dashura, litanitë e Loretos janë një lutje e gjallë, veçanërisht e përshtatshme për të përgjigjur nevojave të kohës. Ajo që kemi sot përfshin titujt e litanive origjinale të miratuara nga Klementi VIII në vitin 1601, si dhe disa thirrje të reja të shtuara me kalimin e kohës, gjithmonë me miratimin përkatës. Disa prej tyre fillimisht u miratuan për grupe të veçanta brenda kishës dhe më pas u bën universale nga Papa i kohës. Historia e kishës gjatë shekujve të fundit mund të lexohet edhe përmes këtyre shtesave. Në vitin 1814, Papa Piu VII shtoi titullin Mbretëresha e të gjithë shenjtorëve, në shenjë mirënjohjeje për kthimin e tij në Rom pas lirimit nga robëria në Francën napoleonike. Në vitin 1854, Papa Piu IX shtoi titullin Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, me shpalljen e dogmës së ngjizjes së papërlyer. Në vitin 1951, me shpalljen e dogmës së të ngjiturës së Zojës në qiell, Papa Piu XII shtoi titullin Mbretëresha e ngjitur në qiell. Në vitin 1903, Shën Piu X shtoi titullin Nëna e Këshillit të Mirë, në një kohë kur kisha po përballej me herezit moderniste. Në vitin 1915, pas tmerrjeve të luftës së parë botërore, Papa Benedikti XV shtoi titullin Mbretëresha e Paqes. Në vitin 1980, pas reflektimeve të thella të Konsilit të Dytë të Vatikanit mbi natyrën e kishës, Shën Gjon Pali II shtoi titullin Nëna e Kishës. Në vitin 1995, në mbrojtje të familjes, i njëjti pap shtoi titullin Mbretëresha e Familjeve. Ndërsa në vitin 2020, Papa Francesku, duke theksuar rëndësinë dhe mshurisë në rrethana të vështira të fillimit të shekullit 21, shtoi 3 thirrje të reja: Nëna e Mëshirës, Nëna e Shpresës dhe ngushëllimi i migrantëve.
Shpesh mendojmë se litanit luten në fund të ruzarës, pothuajse sikur ruzarja të mos ishte e plot pa të. Në të vërtetë, kjo është një praktikë relativisht e vonshme, e futur nga Papa Leoni XIII në vitin 1883. Ishte një kohë kur qeverit po përpiqeshin të largonin fen nga jeta publike dhe nga shkollat. Një vit pas fillimit të pontifikatit të tij, Leoni XIII botoi të parën nga 13 enciklikat mbi ruzarën, duke kërkuar një ripërtritje të përkushtimit ndaj saj. Ai shpalli që festa e ruzarës së shenjtë të vazhdonte të kremtohej në kujtim të ndihmës së Marisë në betejën e Lepantos në fillim të tetorit dhe që i gjithë muaji tetor të ishte muaji i ruzarës. Ai kërkoi gjithashtu që litanitë e Loretos të luten në përfundim të ruzarës, praktikë që vazhdon edhe sot. Domethënjet e titujve të Zojës sonë në litani të së lumës Virgjër. Fjala litani rrjedh nga latinishtja litania, që do të thotë lutje, thirrje ose ndërmjetësim. Ndër litanit që Kisha Katolike ka miratuar për përdorim zyrtar janë litania e shenjtorëve, ndoshta më e vjetra, litania e emrit të shenjtë të Jezusit në vitin 1886, litania e zemrës së shenjtë të Jezusit në vitin 1899, litania e Shën Jozefit në vitin 1909, litania e Gjakut të Çmueshëm në vitin 1960 dhe litania së lumës Virgjër Mari, litanit e Loretos. Litanit e së lumës Virgjër Mari u miratuan fillimisht në vitin 1587 nga Papa Siksti I. Ato njihen edhe si litanit e Loretos, sipas shenjtrorës së famshme italiane, ku përdorimi I saj dëshmohet që në vitin 1558, ndonse ekzistenca e saj është shumë më e hershme. Ka pak dyshim se këto litani datojnë ndërmjet viteve 1150 deri në vitin 1200 dhe me gjas ka origjinë pariziane ose nga rrethinat e Parisit. Në Kishën Katolike, muaji maj dhe tetor janë muaj tradicional për lutjen e litanive të Loretos. Në Kishë është një praktikë tradicionale që litanit e Loretos të luten veçanërisht gjatë muajit maj dhe muajit tetor. Litanit e së lumës Virgjës Mari, të njohura edhe si litanit e Loretos, janë një nga shumë litanit mariane, domethënë lavdërime kushtuar Marisë të hartuara gjatë mesjetës. Litanit përmbajnë 49 tituj, 50, 51 apo edhe më shumë në disa versione. Tituj si nëna e kishës dhe nëna e mëshirës, të shtuar në kohët e fundit dhe të përfshirë në versionin zyrtar të publikuar në faqen e Vatikanit, paraqesin para nesh privilegjit e lartësuara të Marisë, shenjtrinë e jetës së saj, butësinë dhe fuqinë, zemrën e saj amnore dhe madhështinë e saj mbretërore. Meditimi mbi këta tituj na shpalos një pamje madhështore të nënës sonë qiellore, edhe pse shkrimi I shejt na jep pak të dhëna për jetën e saj. Sa I përket formës, litanit e Loretos janë ndërtuar sipas një plani të qëndrueshëm të përbashkët me disa litani mariane që ekzistonin tashmë në gjysmën e dytë të shekullit të 15. Këto nga ana e tyre lidhen me një seri të rëndësishme litanish mariane që filluan të shfaqeshin në shekullin e 12 dhe u bën të shumta në shekujt 13 dhe 14. Teksti I Loretos pati fatin e veçantë adaptohej në këtë shenjtrore të famshme dhe në këtë mënyrë të bëhej më e njohur se çdo litani tjetër për shtektarë të shumtë që vërshonin atje gjatë shekullit të 16. Teksti u mor në vende të ndryshme të botës së krishterë dhe më në fund
mori për gjithmonë miratimin më të lartë kishtar. Papa Sixti V, i cili kishte një përkushtim të veçantë ndaj Loretos, me bullën papnore redituri të datës 11 korrekt të vitit 1587, i dha saj miratimin zyrtar, njësoj si litani së emrit të shenjtë të Jezusit, dhe u rekomandoi predikuesve kudo që ta përhapin përdorimin e saj ndër besimtarë. Litanitë e Zojës së bekuar. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyi që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyi që shlyen mëkatet e botës. Dëgjana ne, o Zot. O qengji hyi që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjtja nëna e hyit. Mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por o Virgja e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, Zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona. Me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndër duart të birit tënd na lësho. Lutu për ne shenjtja nënë e hyit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm
dhe t'i gëzojmë i gazmentit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Maris, ndërsa po i afrohemi përfundimit të këtij emisioni hyrës mbi litanit e Loretos, shpresojmë që kjo shëtitje e shkurtër në histori dhe kuptim t'ju ketë ndihmuar ta shihni këtë lutje jo vetëm si zakon, por si një thesar shpirtëror të gjallë të kishës. Litanit e Loretos na mësojnë se Maria nuk është qëllimi i fundit i lutjes sonë, por udhërrëfyesja jon drejt hyjit. Çdo titull i saj na fton në soditje, në besim të thellë dhe në dorëzim të plotë ndaj vullnetit të Zotit. Sot kemi vendosur themelet, kemi parë origjinën, zhvillimin dhe rëndësinë e kësaj lutjeje në jetën e kishës. Në emisionet e ardhshme do të ndalemi çdo javë në një litani të veçantë për ta shpjeguar, për ta medituar dhe për ta kthyer në lutje të jetuar në përditshmëri. Qoftë Zoja jon Mari gjithmonë nëna jon, ndërmjetësuesja jon dhe mbretëresha e paqes. Zoti ju bekov dhe ju falenderojmë që ishit me ne në Radio Marin e Kosovës, ku do qofshi qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.